Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 6 persona dhe 5 shoqëri biznesi për mashtrim, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash. Në qendër të hetimit është rrjeti i kompanisë së njohur Tibo, përfshir administratorin Adnant Mahmuti dhe 5 persona të tjerë. Hetimi nisi në vitin 2023 pas kallëzimit të biznesmenes shqiptaro-gjermane Mirlinda Hedorn, e cila akuzon Mahmutin për mashtrim. Ky funditi kishte kërkuar biznesmenes një hua prej 2.2 milion eurosh të përfituara nga sipërmarrja prej shitjes së një pasurie të paluajtshme. Sipas hetimeve, Adnant Mahmuti përdori gënjeshtrën dhe shfrytëzoi marrëdhënien miqësore me biznesmenen për të mos i kthyer parat, ndërkohë që të gjitha kompanitë e përfshira kishin mundësi financiare. Sipas prokurorisë, ky rezulton një veprim i qëllimshëm për të mos kthyer huan. Lidhur me këtë skemë mashtrimi, në korrik të vitit 2023, gjykata vendosi sekuestrimin e të gjitha kompanive të përfshira.